Ish banorja e Big Brother VIP 4, Livia Brunga ka parë për herë të parë vëllain e saj në emisionin Se luan topi. Moderatorja Eriona Rusi i tregoi Livias një foto të vëllait të saj të vogël në emision. Qen ka garib. O drit dielli ka çurels, tha Livia kur e pa. Më pas Eriona i lexoi një letër nga vëllai i saj, i cili i thoshte se ishte shumë krenar për të. Ç'kemi Livia, u bë një kohë e gjatë që kam dashur të ta nis këtë mesazh, por me sa duket tani ka dashur fati që të na bashkoj. Ti e di mirë që nuk jemi takuar kurrë. Unë jam shumë kurioz të shoh nga afër, edhe të flas gjatë me ty të dalim shëtitje së bashku edhe pse jo ta fitojmë kohën që kemi humbur. Të kam ndjekur natë e ditë në eksperiencën tënde në Big Brother. Më ke bërë të ndihem krenar që jam vëllai jo. Nëna ime gjithmonë më thot se ata që qëndrojnë me ty, pavarësisht të gjithave janë miq e tu të vërtet dhe mos harro se për një vëlla motra është mikesha më e mirë në botë. Të përqafoj edhe bashkë me babin të presim sa më shpejt pranë nesh, shkruante ai.